Të shi? Qa ke? Qa ke? Qa ke pra? Asje? Një nips. Se po më di? Kam një nips. Të nem se ke? Se ka vetëm? Kush tjetë? Suflaqe prap. Përshëndetje, atëre menuja prap ka suflaqe sot, të thoni ju po prap suflaqe. Po s'bëjmë komand bëm bebi. Nëse suflaqe kësa radhë do jetë ndryshe, do jetë me shkopinj, kështu që mishit do ta presim si kubik këshuja, do presim domate dhe çik qep, edhe do t'i marrim këto dhe do t'i fusim në shkop. Dhe pak speca se harova. Edhe këto kur kombinohen bashkë japin një shije shumë të mirë se ai lengu kur shrin domate, shrin te mishje, nuk do ta besoni sa i mirë është. Edhe kështu fillojmë të mbushim shkopin, një mish, një domate, një mish, një qep, një mish, një spec, derisa të vej deri në fund. Çfarë mendimi keni për ferma VIP? Se tani na është bashkuar dhe motra edhe e hengra 2 fishën, tani duhet gatoj për 2. Por nuk ankohem, se duhen ushqyer bebat që të rriten. Ja, ky ishte rezultati, shko sa bukur duhen, i edhim dhe çik vaj, vëm një letër, edhe nuk ka nevojë të bëjmë tepsi se bëjmë shumë pis, edhe përgatisim xhaxhiqin tashmë e kam treguar, e dini kos urdhër dhe sallator që ja heqim munj që mos të bëhet e ujshme. Xhaxhiqi është shumë kollaj për të bërë. Mishin e kemi vënë në furrë edhe e kthejmë her pas here që të më piqet ndaj të gjitha anët. Edhe siç do shikoni tani, janë dhe gati, shko sa të mira që dukesh, qa ngjyre kanë marrë, o zot, ishin shumë të shishme. Kemi bërë gati dhe patatet, kemi pre dhe qik domate dhe jemi gati që të bëjmë suflaqen. Tu shikoni dhe si e përgatim suflaqen, gjë që keni parë dhe më parë. Tani që është behar, do kemi më shumë video përgatituni, edhe nga supportoni me like, comment dhe share. Edhe do edhe më shumë video në YouTube, kështu që kush do mund të vej të bëj subscribe, edhe të na ndiqni atje, do jenë video më të gjata. Ne jemi gati për të parë ferma VIP edhe fitoft me i miri, do me thënë moza. Ferma VIP ka dhe 2 muaj, kështu që do më shifni edhe 2 muaj akoma të gatuaj, sa të lindi edhe bebi. Fix kur të lindi bebi, pastaj do shikojmë do gatujme apo jo, varet nga ju kjo gjë. Ama ju pëlqejnë videot e mia, më thoni në koment ama doni të vazhdoj. Dhe ky është rezultati, shikim të mbar. E kam bërë të mirë. E ke qartë. Se nuk e bëjnë ata 2 qajtë kështu. Hajde mirë.